Shkopi. Sot jam me një grup fëmijësh dhe ato do prezentohen vetë, për më shumë le të dëgjojmë. Përshëndetje Under Radio, unë jam Enea dhe jam 8 vjeç edhe unë jam nga Amerika. Përshëndetje Under Radio, unë jam Rea, jam 7 vjeç edhe jetoj në Itali. Përshëndetje, unë jam Kelvini, unë shkoj në Amerikë për me bë shkollë, unë vi në Shqipëri për pushime, edhe unë pëlqej për me ardhë këtu në Shqipëri të luaj me shokët e mi. Jam Bështër Ronja, si që kuptoni unë jam me 3 fëmijë, me Enea, Kevin dhe Reja. Ato tani e kuptojmë që ato nuk jetojnë këtu, por li t'i pyesëm se për çfarë kam ardhur. Unë ku marrë ke Shkopia për me u knaq me shkuar të vende të ndryshme, në male, në Keiba, ke shtëpia nanës, edhe ne kemi ardhur për me lujt me shokët e mi. Unë jam përsëri Rea, edhe kam ardhur këtu në Shqipëri për me lujt me shok, edhe për me bë pushime dhe të nëna dhe të gjyshi. Përshëndetje, jam përsëri Enea, edhe unë ku marrë këtu në Shkopi për me përshëndet shok, për me shku në venda, në mala, fusha, me u knaq, me lujt, me shku në dyqan, edhe shumë gjëra tjera. Jam Bështër Ronja, pavarësisht se i kanë lindur në Amerikë ose në Itali, ato prapë flasin gjuhën shqipe dhe pse pak me vështirësi, ndoshta ka që janë larg Shqipërisë, por unë përgëzoj që nuk e ruajnë gjuhën shqipe. Do pyesja se cili ishte vendi juaj që ka lënë më mbresë ose që ju ka pëlqyer më shumë dhe çfarë keni bërë ju atje? Unë jam përsëri Kelvini. Pjesa ime më e preferuar në Shqipëri ishte Koron Shkafa ke Mali Karabi, edhe atje kemi shkuar ke uji varë, edhe ke uji varë ishte uji shumë ftoftë, kishte shumë ngura, edhe ishte shumë afër Mali Karabi. Kishte një rrugë të shkurtër, po mami ime donte me shkuar ke rruga e gjatë, edhe ato të tjerë, edhe kemi shkuar ke rruga e gjatë, se ta nuk dishin si kishte një rrugë të shkurtër. Ne kemi heqë shumë, ne u lodhëm shumë, edhe unë e pëlqej shumë, ne kishtim tenta, edhe ne fleshim atje me një shok, kishte ujë varë atje poshtë, qa kishte blet kafka, edhe larva, edhe kum kap një larva, po edhe në bërkot, edhe ne e ka fuk, pra, edhe u knaqa shumë. Unë isha të plazhi, edhe jam latë e deti, edhe kam lujt me shok edhe me shoqe, edhe kam lujt me rorën, edhe pastaj i jam knaqt edhe si me babin, edhe po. Edhe do me tregu diçka tjetër për ditëlindjen, gjyshi kishte marrë një kec, edhe ne po lushim me kecin, edhe kishim bë shumë zbukrime dhe nuk i lejoshim gjyshit me therr, edhe pastaj gjyshi e ka therr. Përshëndetje, jam përsëri Enea, edhe dhe të thuj që më ka pëlqyer nga gjithë këtë pranë të Shkopi. Kisha një kushëri që quhet të vini, edhe ishte shoku i më i ngushtë. Për ditë ishim të lujt për jashtë, hapa dollapa, futboll, kapas, letra, edhe shumë gjëra të tjera. Përshëndetje, jam Ronja, Do e pyes se si e ruajnë ato gjuhën shqipe, atje ku jetojnë në Amerikë ose në Itali. Për më shumë t'i pyesin ata. Përshëndetje, jam përsëri Rea, edhe jetoj në Itali. Edhe unë foli shqipe shtëpia, edhe nuk e humbi gjuhën shqipe, edhe foli me nënën së mia. Unë jam Kelvini, unë jetoj në Amerikë, unë shkoj në shkolla shqipe, në Amerikë unë shkoj ke kisha, unë ku
shumë shokë, shkolla shqipe dhe ke kisha, edhe ne lojmë së bashku, edhe ke kisha, ka ambëlsira që ne hajmë edhe kemi një shkollë të vogël, ku mësojmë, edhe e rritin me një vend tjetër, edhe atje ke shkolla shqipe, ne mësojmë kënga, ne bëjmë shumë gjëra, ne bëjmë vala, ne vestim kostume popullore, e shumë gjëra të tjera bëjmë në Amerikë, edhe knatemi shumë në Amerikë dhe në Shqipëri. Përshëndetje, jam përsëri Enea. Unë mbaj mend pse lexoj libra, shikoj filma, shikoj kënga, shikoj video, lexoj ashtu Biblën, edhe shumë gjëra tjera. Flisni për gjëra që ju pëlqen më shumë. Unë jam Kelvini përsëri, edhe gjëja më e preferuara imja është ngjyra. Edhe si nuk ekzistonte ngjyra, të ishte krejta gjërat si vetëm një ngjyrë si i gjithë vendit të ishte krijuar, sepse nuk të shikoshim asnjë gjë. Edhe ngjyra ime më e preferuar janë të krejta ngjyrë, po jo ata ngjyra që janë shumë e rësirë, edhe nuk e pëlqej ata që janë për goca. Ngjyra që më pëlqen më shumë është e zezë edhe e kuqja, edhe filmi që më pëlqen më shumë është Vetëm në shtëpi. Përshëndetje, jam përsëri Enea, edhe ngjyra ime më e preferuar është ngjyra zezë, e bardhë, kuqe edhe blu. A mund të na thoni diçka të bukur për mbyllje? Jam Kelvini, unë dhe Enea ishim ke festivali e shkollës shqipe me kostumet popullore, edhe ishte në Amerikë. Edhe kemi mësuar kushërinës tonë Reja dhe unë të këndojmë së bashku një herë, edhe të shikojmë si del mirë ose keq. Hidhe vallën hidhe, o moj lësore, vallën më të bukur, vallën popullore, si sorka dhe mali, hidhe shumë qamin, më jep dorën shoqe, më shpive zilin. Riti shtati vallja me shoqe dhe shok, si valle qytare jo nuk ka në bot. Riti shtati vallja me shoqe dhe shok, si valle qytare jo nuk ka në bot. Dhe kaq ishte për bisedën tonë, po të mbyllim bisedën tonë dhe me kaq mirëpafshim, shihemi herë tjetër.